Sa i përket vendimit në fjalë, pra do të ndalem ndoshta vetëm në konkretizimin e disa prej pikave apo rasteve të ndryshme, pra siç e përmendet edhe ju, siç e paralajmëruat, po e miratojmë pagën e 13 për të gjithë punonjësit në sektorin publik që marrin pagë nga buxheti i Republikës së Kosovës. Pra bëhet fjalë për zyrtarët publik. Sa i përket pagës së 13, kanë qenë disa raste pra kur është shikuar se si të zbatohet në mënyrën më të mirë të mundshme. Është rasti i gjithë atyre personave që tashmë kanë 12 muaj të plotë, pra në sektorin publik, dhe marrin pagën e 13 të plot, e cila është e barabartë, pra kur llogaritet, është e barabartë me vlerën e koeficientit shumëzuar me njësinë e koeficientëve që ka pozita përkatëse për personin, i cili është në listën e pagave në muajin mars, pra në këtë muaj. Mirë po, kemi hasur edhe në rastet pra kur ka situata që nuk i kanë përmbushur të gjithë 12 muajt, për qenë sa më fair dhe sa më korrekt, jemi dakorduar me thesarin dhe kemi siguruar edhe fondet e mjaftueshme që për këta persona pra që nuk i kanë të përmbushur 12 muaj të plot, të jepet pjesa e pjesshme. Pra për aq muaj sa kanë qenë të angazhuar këta muaj të fundit, në 12 muaj të fundit, proporcionalisht u takon edhe një pjesë e pagës së 13, ngjashëm veprohet edhe me ata që punojnë me orar të shkurtuar, pra jo të plot. Sepse ka dhe raste kur punojnë me norma jo të plota, edhe në këto raste pra do të merret mesatarja e peshuar e marrë në 12 muajt e fundit, e cila pjestohet me 12 dhe pastaj rezulton me pjesën apo pagën e 13 të pjesshme. Njëkohësisht jemi përkujdesur që për gratë lehona të cilat janë në pushim të lehonisë apo kanë qenë në pushim të lehonisë për gjatë kësaj periudhe 12 mujore, muajt e kaluar në pushimin e lehonisë, pra të njihen sikurse muajt që të kenë punuar me orar të plot, në mënyrë që të mos përjashtohen apo mos të kalojnë tek paga e pjesshme për ta marrë pagën e 13 të plot. Njëkohësisht pra është paraparë që edhe personat të cilët figurojnë apo rezultojnë se janë të suspenduar në këtë muaj, pra aktualisht, apo që kanë qenë të suspenduar më herët dhe ende vazhdon suspendimi i tyre, pra të mos përfshihen në listën e pagës së 13. Njëkohësisht vendimi parasheh që pavarësisht funksioneve apo pozitave shtesë që mund të ketë një person, paga e 13 jepet vetëm një herë sipas këtij vendimi dhe gjithsesi pra do të merret paga më e favorshme në muajin përkatës për llogaritjes. Kësaj pra po besoj që jemi munduar të përmbledhim sa më mirë dhe që të ketë trajtim të çdo rasti të veçantë në mënyrë që pra të trajtohen të gjithë punëtorët, zyrtarët publik që marrin pagë nga buxheti me pagën e 13 dhe kësaj, siç e thatë edhe ju, pra sadopak të lehtohet bara, por njëkohësisht të vendoset edhe një standard i ri në sektorin publik sa i përket mbështetjes dhe njohjes së kontributit të secilit. Faleminderit.